Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, "Ore prit pak." Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Jam shumë e lumtur që ritakohemi sërish së bashku në këtë episod. Në një Shqipëri që shpesh e shohim vetëm në hartë, ka njerëz që jetojnë çdo ditë, hap pas hapi, maj pas maje. Në fakt, i ftuari im sot nuk është thjesht një person që merret me ujë turistike, ai është një nga zërat më autentik të natyrës shqiptare, një njeri që ka zgjedhur të mos largohet, por të tregojë botës bukurinë e vendit të tij. Nga majat e Dibrës, në aventura që sfidojnë frikën dhe kufit, ai ka kthyer pasionin në mision. Sot në studio kemi ambasadorin e paqes të Dibrës. Mirë se vjen në studio, Pajtim Vraniçi. Mirë se u gjetëm. Është shumë kënaqësi që të kam ditën e sotme në emision për të na treguar më shumë rreth rrugtimit tënd dhe për më tepër që mban një titull si ambasador i paqes. Po. Çfarë do të thotë për ty ky titull? Çfarë peshe ka? Po, ky titull, me thënë drejtën, është shumë i madh, pavarësisht se është një letër, një karton, një kornizë, po për mua është një gjë shumë e madhe. Dhe këtë e kam nga Dëfrimet Hasani, e falenderoj shumë me që jemi edhe këtune. Frymëzimi im gjithmonë ka qenë edhe dëfrimi për pjesën e turizmit. Në fakt kemi parë shumë video të tua që janë shumë interesante, shumë bukura dhe madje edhe ne na bëjnë më shumë kurioz për të eksploruar më shumë rreth Dibrës. Por si fillim dua të di si ka nisur ky rrugtim yt? I ka qenë zgjedhje apo rastësi? Rrugtimi im ka nisur si gjë qefi. Kur u ktheva nga Italia, them drejtën, risha rrugëve peshkopis gjithë ditën, nuk isha çfarë të bëj, thash shokëve, çfarë bëjmë valla këtu? Hajde ikim dalim nëpër male valla, ikim shotisim, po s'dim ka ikim, po hajde mos ne nuk jemi hum në Europë jetu me këtu në Dibër, dalim se më vërtet Dibra është shumë e madhe, është zonë e madhe, Dibra ka 142 fshatra. Edhe një zonë e madhe, kështu ne vazhdojmë duke në gjithë nëpër male, nëpër Bjeshk, nëpër Lumej, nëpër Liçene, se i kemi këto gjona ne. Pra ka filluar si mënyrë kurioze që ti. Po, si mënyrë kurioze edhe pse mendej gjithë ditën aty në qytet mu bë mish me erë, si i themi ne. Pse mos me dal me ik me lëviz, edhe vazhdojmë duke ecë edhe pak kështu ecje në këmbë se na bëte mirë edhe për shëndetin, edhe kjo vazhdoi pak duke u bë një grup i vogël, 3-4 veta, edhe ishim mal, bëjmë edhe ecje edhe njëkohësisht në ata herë të pasën, atë bukuri që kemi atje ne. Momentalisht që bën këto zbulime, ti je vetëm apo ke një grup që të vjen gjithmonë pas teja? Jo, unë nuk jam vetëm, asnjëherë nuk jam vetëm, unë kam një grup, jemi grup shoksh dhe jemi shqyr Zoti, jemi të gjithë që kemi një mendje. Nuk keni kështu debate? Debate ka, po jemi gjithë një mendje për të lëviz nëpër male, nëpër Liçene, nëpër bukuritë e Dibrës. Pajtim, çfarë bën Dibrën më të veçantë? Dibrën të veçantë e bëjnë shumë gjëra e bëjnë të veçantë Dibrën. Dibra ka të paktën të them unë një 5 gjëra që nuk i ka asnjë qytet në gjithë Shqipërinë, por Dibra e ka. Ne kemi malin e Korabit, kemi malin më të lartë në Shqipëri. Ne kemi ligjat e Dibrës që del ujë i ngrohtë 45 gradë nga mali i nxehtë. Kemi liçenët e Lurës, kemi liçenët e Kasnis, kemi drinin e Zi, lumin më të gjatë Shqipërinë 137 kilometra. Pajtim, është vlerësuar pjesa e turizmit në Dibër duke qenë se është një mrekullim vete? Me të thënë drejtën, po ta kishim vlerësuar pjesën e turizmit në Dibër, Dibra, asnjë dibran dhe asnjë njeri nuk do kishte nevojë të kishte nga Dibra. Do ishin gjithë aty, sepse ka potencial për turizëm, është një potencial madhështor, shumë i madh për turizëm Dibër. Më trego pak, cili është momenti më i fortë që ke përjetuar në natyrë si një njerëz që qëndron shumë jashtë? Momenti më i fortë, me thënë drejtën, nuk ose kam pas në moment fort, nuk e di pse kam pas dhe ti nga Zoti, po nuk ose kam pas në moment fort ose të vështirë ose
Kam pas vetëm një rrezik të vogël me makinë që jam rëzu, jam botu, po jo se kam qenë me na shpejtësi të madhe, po kam qenë kështu avash, po. Ka krijuar frikë dhe të largoj. Po, ajo me thon drejtën kur un jam botu, aty kam thonë se më të vërtet un eca i çik shpejt nëpër male, aty kam thonë pajtim ule pak komën nga gazi, edhe aty kam filluar të eci normal, edhe normalisht me njerëz me turista duhet të ecish gjithmonë do të kesh një ritëm të mirë që se dhe ti e personi që duhet t'i japësh siguri aty. Patjetër. Unë do të ndalim pak tek aventura sepse ti merresh me disa gjëra. Dua të ndalemi tek të gjitha, por ta fillojmë me pjesën e rafting. Çfarë ndjenje të jep momenti kur hyn për herë të parë në rrjetën e fortë të ujit? Duhet shumë adrenalin, shumë nga larg. Ajo është adrenalina më e bukur që ka lumi. Rrjedha më e fortë. I kemi 3-4 vende të bukura që i kemi me rrjedh që i themi si dall, ajo është adrenalina më e bukur, sepse në drin nuk ose e kemi të vështirë. Drini jon është i qetë, nuk është si Vjosa që ka shumë, po ne e kemi qetë, është shumë e bukur, aty është ta shijosh, trish në gomone, trish aty dhe ta shijosh. Kur do e kemi një udhtim të tillë ne? Kur të doni ju, jeni ftuar, tani është hap edhe sezoni, e kemi hap edhe sezonin për rafting. Edhe jemi pritur me grupin, me njerëz, me shok, me çfarë dush ti. Ke pasur ndonjë moment të paparashikueshëm gjatë kohës në lumë që nuk e di, që se ke pritur që mund të ndodhte? Ndonjë situatë ndoshta me turistët ose lumi ka qenë më i ashpër, le ta quajmë? Jo, ne e dim lumi kur është i ashpër, sepse e dim kur hapët diga ndipër të madhe, e dim që aty shton drini, shton niveli dhe është më e bukur të bësh rafting. Kur bie drini, lumi është e qetë, është ujë i pastër. Maksimumi mund të ketë ra në shi, kur kemi u thu, Karashi dhe ajo ka qenë gjë më e bukur kur Karashiu, sepse ne gjithmonë jemi verës, më shumë bëjmë rafting verës dhe kur u them bie shiu nuk është ndonjë gjë, shi verë. Është gjë e bukur. Po, është shumë e bukur. Aventura me motorbore. Di që i ke shumë qejf këto. Madje para disa ditësh e ke bërë diçka të tilla apo jo? Po, jo më gjatë, po unë dje jam kthy, kam qenë 2 ditë, kam qenë në bjeshkët e Corokolit, më ngjit me malin e Korabit dhe janë ndër bjeshk më të bukur. Unë motorin e borës e kam marrë, me thënë drejtën, e kam marrë, jo se e kam pas qef me u thumë motorbore, po unë bëj skia. Nga që eci me skia, të ngjisish ato male të duan minimumi 4 orë, 5 orë, të bësh hiking snow. Mire bën një herë. E bën 2 herë, po nuk e bën do 3 herë, 4 herë, 5 herë, se unë nuk e bën, e bën një xhiro, më përfundon xhiro. Çfarë bën këtë aventurë më të veçantë? Më të veçantë. Po ngjitja, skijat, rëmuja, tavolina, karikët, drut, ushqimi. A të duket sikur fluturon mbi bor? Po, fluturoj mbi bor, faktikisht unë fluturoj mbi bor, më ndaç me motorbore, ndaç me skia. Me skia dim që ke dhuruar një super spektakël me një video shumë e bukur me veshje tradicionale, kështu që gjej rastin të përgëzoj sërish. Faleminderit shumë. Ke shkëlqyer aty, mund të them. Kam shkëlqyer. Je munduar. Ju më duhet bëj më të mirë për promovimin e Dibrës. Ishte vërtet shumë e bukur dhe shumë e veçantë, saqë është parë që ka marrë një viralitet shumë të madh ajo video. Po, ajo iku bë shumë virale. Me thënë drejtën, e pa të bën një më përpara, po e pa të bën me telefona, me shok tiri këtu, tiri atje, okay, e bëna. Po kur nuk ke një apasionat, një njeri që të ndihmon me kamera, me dron, me këto gjëra, një profesionist, dhe shiqir zoti, kam një mik shumë mirë, Duli Kacmin. E përshëndesim Dulin, ai është më i miri në Shqipëri për këto gjëra dhe ja dhash si ide, ai direkt gati ka qenë, edhe e kemi promovuar atë vend, e kemi bë me ato vite me kostumin tradicional. Faktikisht unë mendosha ne që i veshim kostumet e skive, i veshim me marka të ndryshme, e mendosha një diçka të tillë, sikur të ketë një pistë skiash këtu në Dibër dhe sikur të jenë gjithë kostumet tradicionale. Edhe ai do ishte gjëja më e bukur që mund ndodhte në Dibër, për shembull një pistë skiash dhe kostume që të merr njerëz me qirat ishin gjitha në formën e kostumit tradicional. Është vërtet shumë interesante, unë përgëzoj shumë dhe më ka pëlqyer vërtet shumë. Dua të ndalem pak tek pjesa e hiking. A është hiking vetëm ecje apo edhe një lloj meditimi? Pra, ndoshta edhe për ty si ka nisur? Ka nisur thjesht si një për të eksploruar apo thjesht ka qenë një qetësi për ty?
në fillimet e mia kur ikja unë bëhet fjalë para 18 vjetësh, kur jam kthyer nga Italia, shokët e mi kur ikshim bjeshk, se ne ikshim dhe rishim një javë ditë në bjeshk, në mal. Testanët e çubanëve atje, merrim ushqim me vete, ishte një makinë që vite një ditë poshtë, një ditë lart, dhe çana na mungote një diçka, ne i thoshim atij, i jepshim lekët, na merr bukë ose na merr këtë, na merr atë, na sill ushqimin sipër. Po pavarësisht ne kishim aty, kishim mish, kishim kos, kishim gjalp, kishim çdo gjë, bulmetët e zonës aty në bjeshk. Çanin ata hanim edhe ne. Mirë, po ato gjithmonë ikshin me makinë. Dhe unë nuk i kisha qef të ikim me makinë, ikisha qef të ecin këmbë. Po, sepse ne kishim një mik atje në bjeshk, një çuban, një shok, edhe ai shkonte me kal. Edhe unë thash, unë nuk du t'i ikim makinë, nuk kam qef të ecim me kal, dhe ajo ka qenë që unë kam ikë gjithmonë. Gjithmonë në fillimet e mia unë kam ikë në këmbë. Dhe ajo bë pjesë, bë rrugë, e kemi bë sot, e kemi bë me tabela, me çdo gjë është bë për hiking ajo rruga ani. Tip aventurieri, po. që në adoleshencë. Po. Shiko, ka njerëz që vinë për hiking për largohen të ndryshuar, pra mendojnë se do jetë thjesht një ecje, por ndryshojnë komplet mendsinë se çfarë ka hiking brenda. Besoj që po, po ajo është një qetësi, një relaks, dhe të bërë mirë edhe për trupin, për shpirtin, është një, je këtu në Tiranë për shembull, ja unë erdha këtu, u mërzita për 2 orë, u mërzita se nuk gjeja parking për makinën, problemja trafiku atje kishte protesta, kurse atje nuk i kemi këta probleme të gjenë, atje vjen dhe truni është relaks, hypën atje, vjen atje, bën 2 ditë, atje merr frymëzim për 6 muaj tjera, kur të vish Tiranë merr një frymëzim tjetër, kur vjen Tiranë vjen një frymëzim më të mirë, sepse këtu edhe besoj që bllokohesh nga truni. Atje nuk bllokohesh nga truni. Jo, ne shumë mirë jemi. Po shumica që vjen tani me thonë drejtë kur vjen tani unë jam shumë kurioz ti pyes njerëzit ça ndjen ti këtu, ça bukurie, ça thumë, valla pa tim, këtu është tjetër gjë, valla ne vdiqem aty në Tiranë, jo zhurma, jo kjo, jo kalamajt rrugave, në për supermarketet duke hongër ushqime, edhe ushqime duke janë një të mira. Janë shumë e zhrumshme, Kurse unë atje të pak e kalamajt e mi marrin nxjerrje atje, dalim me një livadh, marr ushqimin e duhur dhe u them, kjo është o bab ndaç hanja, ndaç mos e hani. Shiko, se po e them edhe nuk ka patatina e kokoshka. Po e them tek kështu publikisht që mishi që keni ande është shumë i mirë dhe me videot që poston më bën shumë zili. Ai mishi jon që është atje, mos e pyet, ai vetëm pak krip don dhe nuk ka nevojë për gjëra tjera, se ujti është i mirë, kullota është e mirë atje, edhe shërbimin me thënë drejtën ato, ajo zona atje e bëjnë shumë mirë. Që thua dhe ti pra, nuk janë Alpet e Zvicrës, janë Alpet e Dibrës. Nuk janë Alpet e Zvicrës dhe në malet e Dibrës. Do të ndalim tek aventurat në natyrë. A ka momente ku natyra të teston si njeri, jo vetëm si profesionist? Po, të teston si njeri, sepse atje kemi shumë mungesa, shumë gjëra, për shembull, nuk e di, edhe atje du ta lodhi shtrunin që bësh diçka për ta zbërthej, për shembull, na mungon një thik, një diçka, du të mendojmë si ta bëjmë, si ta zgjidhim, ta presim, ta bëjmë, s'kemi marrë thirrën, kemi marrë një kanaçe, me atë kanaçën do të presim një diçka. Shikoj, njeriu e gjen gjithmonë zgjidhjen, domethënë. E gjen zgjidhjen, ai që don e gjen zgjidhjen gjithmonë. Pajtim, cili është aktiviteti më i veçantë që ti do veçoje, që e ke krijuar, e ke bërë ti? Aktiviteti më i veçantë është off-roadi. Off-roadi kam bërë aktivitetin më të bukur që jam ndje krenar për këtë gjë që kam bërë. Kanë qenë 726 forestrada të mbledhur në Dibër dhe është bashku Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, nga Ballkani, nga Italia. Domethënë, edhe Skënderbeu nuk e mblodhi bashk, Pajtim Vraniqi me shokët e mblodhi. E bëni Dibrën për 2 ditë e për 2 net, që aty furat e bukës u boshatizën, nuk ishte bukë mo, ushqimi po, karburantët po, do me thonë, ajo ishte një rritje ekonomike që u bë, po t'u bëhet kjo gjë, çdo vit ajo do jetë një gjë e bukur. Mi po mu s'ma kanë lënë, ma kanë ndalu këtë gjë, edhe... Se? Pa ty kërë kam bëhu faktikisht, ato mendonin që une do bëja dome dhe është zonë mbrojtur në Lur, është zonë mbrojtur, mi po ta shohësh fatkeqësisht atë vendin aty nuk është se u bë një dom, pale se qa. Maksimumi mund të kenë dalë nga rruga në forestrat, në një nga ato që, po, nuk është bë një dom, është një gjë që rregullohet me pak gjë. Dhe kjo është
du ta lesh ta bësh çdo vit, sepse unë nuk po prishi. Unë po rregulloj, unë po sjellë njerëz, po sjellë gjithë Europën, gjithë Ballkanin, gjithë Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovën, e kam sjellë ndihmë që sot e kësaj dite që duhet vlerësuar. Patjetër që duhet vlerësuar, edhe unë jam një njerëz që e vlerësoj malin, e vlerësoj, vjen keq për gjërat që bëjmë, po ajo nuk është se bën dome, nuk bën asnjë lloj domi. Do të kemi së shpejti ndonjë aktivitet të madh. Po mendojmë bëjmë aktivitete faktikisht këto tjera ti bëjmë me raftin, aktivitete me paragliding, me parashuta, më vinë mu çdo vit nga 30-40 veta fluturojnë, për shembull nisën në Tekov atje te Bishës i Murit dhe çon Beshkopi bën nga 20 balona fluturim me paragliding, bëhet qelli ngjyra, bëhet shumë e bukur. Aktivitete kemi me rafting, me skia, kushdo të vinë grupe vinë me skia, unë i shoqëroj me makina, me forestrada, off-road, i shoqëroj në mal, prej aty i marr me motora, bëj pjesën e teleferikut. Motori bën edhe këtë pjesën e teleferikut. Se nuk kemi teleferik për shembull, edhe kjo është një pjesë që i mungon Dibrës teleferiku, pista e skive, se po tjetë edhe ajo në Dibër, atëherë aty çdo shtëpi që i kanë abandonuar njerëzit që kanë ikë jashtë shtetit, kanë ikë në kurbet, mjafton të investojnë pak lekë aty dhe nuk kanë nevojë asnjëri të ikë nga vendi vet. Kur je në terrene të vështira, është më shumë instinkt apo përvoja ajo që të shpëton? Në për forestrada frot 4x4 me thënë drejtën, unë nuk kam rreziku në herë të bëj në diçka, vetëm ajo që ka qenë që ta tregova para që jam botu. Instinkti. Është instinkt. Instinkti është gjë që të ndihmojnë gjithmonë. Po të ndihmon gjithmonë. A ka një moment kur kupton që nuk e ti që kontrollon rrugën, por rruga të kontrollon ty? Ke pas në një situatë të tillë? Unë për vetën time personalisht, unë e kam kontrolluar gjithmonë rrugën. Por ka pas nga ato, kam pas një histori me gazetarën Alma Çupi, kam bërë ca emisione me Alma Çupin, erdhi me vajzën e vet dhe me i shoqen e vajzës nga Gjermania, sepse jeton në Gjermani, ishte me shkollën. Ne po ecshim, po bëshim hiking me një pjesë të malit Bjeshkës të Gramës, dhe atë gocën ne e lam para pa dashje. Mi pa ajo mi që ishte para, ajo nuk e kthe kokën mrapa na shikote se ku jemi. Aty u humëm ato, për 2 orë humëm. Iku ajo, ne vazhdojmë të çu dronin, vazhdojmë u bë problem sepse ajo kokën drejt dhe ajo e humi fare. Mi po kur e gjetëm, më thash, ç'a bënë mi si nuk i ktheve kokën mrapa na shofish. Ajo tha, më mori pylli, tha, më mori bukuria, më mori natyra, tha. Që duke u qetësuar. Po, më mori ajo bukuria, tha, rruga, tha, dhe nuk i kisha në mend fare se a ishi ju mrapa apo jo. Mirë, po në 2 orë me thonë drejtën, unë ndjem keq aty. Po patjetër se ky është plot paniku. Nuk i di, nuk është se kemi pas ndonjë problem me Arusha, me ujë me këta gjona, po frika e bën vetëm. Keni pasur probleme? Jo, me thonë drejtën, unë ri shumë mund të kem pa nga larg, mund të kem pa në dimrin më acar tegër, mund të kem pa naj ujk ose naj Arush, edhe nuk është se ke patur shumë panik? Jo, unë s'kam panik, nuk kam panik. Nuk kam panik. Te hedhja me parashut, është momenti kur shkëputesh nga toka. Është më shumë frikë apo liri? Çfarë ke ndjer? Të dyja. Çfarë mendon kur je atje lart? Mbi gjithë ato panorama është bukur. Ajo është fluturor si zog atje. Si shqiponi. Si zog dhe je keti qet, ajo qetësia atje dhe ke gjithë bukurinë poshtë vetës. Është diçka që në fillim, çfarë të ka friksuar? Ndoshta mund të biesh ose nuk e di. Hera parë ka qenë. E kam mësuar në Kosovë të mi shokun tim, Dori Mpul, ku ne përshëndesim, tha, kam i shokun, tha, na mëson ai, tha, me paragliding, tha. Qa thu, thash, po, unë kam pas fiksim, faktisht, në Itali këtë i shikosh ato duke fluturu atje dhe e kam pas fiksim, thash, si t'ja bëjmë, thash, o Dori, thash, ikem atje, ta mësojmë, po, tha, hajde, tha, fundjavja të bisedojmë, okej, ike atje, vazhdova kursin, për 1 muj ditë atje, çdo fundjavë isha 3 ditë. Me për në fillimet tonë e mësoshin vetëm në rrugë drejt, paragliding, pastaj fluturimi i parë ishte i vogël, 1, 2, 3 herë, pastaj i dyti pak më sipër, i treti, pastaj ishte ajo maja më e lartë atje. Unë me dëshirën më të madhe të fluturoj vetëm dalë të qomë në ajër, të fluturoj vetëm të shoh vetën time një herë të fluturu në ajër. Me për në atë moment, kur më shkëputën kom nga toka, iga dhe më shova të lartësinë e madhe,
Thash pa e tim qa do këtu ti, po jo zot shpoto, kësa here, zbrit në tokë, se mirë po ajo që e kam pas profesorën e mirë, me radio më komandonte, çdo gjë isha okay, perfekt, pa e tim djathas ma çdo gjë shkoi perfekt, unë ndalova, dhe kur ndalova aty kam qenë njeriu më i lumtur, kam përtit me të madhe atje, kam edhe vitën e kam që më pat bëhej shoku. Është gjë, është çdo fluturim është i veçantë me tjetrin. Nuk janë gjithë fluturimet njësoj. Si puna makinës, dhe i Tiranë-Durrës, ajo rrugë është. Kurse aty nuk janë gjithmonë. Një herë nisësh te një herë, gjithmonë çdo fluturim është ndryshe me tjetrin. Nuk janë gjithë fluturimet njësoj. Kështu që çdo fluturim është i bukur, çdo fluturim ka frikën e vet, çdo fluturim ka bukurinë e vet. Po na intrigon ti provojmë këto. Është e bukur. Po t'ja zbatosh rregullorën asaj, është një gjë shumë e bukur, pse jo mos ta mësosh të fluturosh dalish edhe vet. Jo, vetë, nuk e di, nuk... Dyshë llogaraja, kemi pilotin e zemrës. Po, tjetër. Dua të ndalem në një rubrikë më ndryshe, këtu nuk ka kohë për mendime shumë të gjate, por përgjigje të shpejta dhe sinqerta. Në mal s'ka justifikime. Do zgjidhje mal apo det? Mal. Dimër apo ver? Të dyja, po dimri ka më shumë adrenalin për mua. Ski apo vëzitje në lumë? Në lumë. Do një, le të themi, udhtim për aventurë apo për rati? Për aventurë. Udhëtimi planifikuar apo spontan? Edhe spontane është shumë i bukur. A ka ndodhur ndonjëherë që një turist të thotë nuk e bëj dot në mes të një aventure? Po është një pjesë e rrezikshme që bëjmë hiking, çidhën gurlur, janë kthyr mrapsh njerëzit aty. Ke pasur ndonjëherë në një situatë që sot të bën për të qeshur, por atëherë ka qenë stres? Fillimet e mia me rafting. Pse? Po se në fillimet e mia me rafting, jo më gjatë, po kërkoj një video që ta sjella, kemi pas një gomone ushtrie, se ne nuk dishim se qa është rafting, unë isha me komordare kamionash, dhe një shoku jonë thotë, kam një gomone, thotë për në lumë, për në dritë, thotë, lejni ata gomone, mi për një, mi që e morëm gomonën, po ishin ata fillim tonë, nuk dishim, i hypshim gomone, dhe dishim që a bërim në qote gomone, njëherë bau në ferra këte, njëherë në ferra, atje vazhdojmë të improvizu vetë ato lopatat, i bëshim vetë, se nuk ishim lopata. Si në për filma. Po, nuk ishim lopata, nuk ishim leqe, nuk ishim skafanta, dhe kur e mendoj sot qeqe, o zot, sa budallet, kena qenë në habo, la shif, mëso. Dhe tani, shqyqyrë zoti, me punën e rafting, jemi me standarde evropiane. Jemi me gjitha gjërat, me gomonet mira, me lopata, me leqe, me skafonta, me gjitha jemi me standarde evropiane. Pa ti më bën kaq shumë për Dibrën, por a ke një mbështetje të tillë nga njerëz? Mbështetje kam pas më shumë nga shokët e mi. Vetëm nga shokët? Vetëm nga shoqëria ime kam pas mbështetjen. Nga njerëzit që janë largu, për shembull fillimet e mia, ka pas shumë njerëz që kanë pas lumin fiksim që të bëjnë një gomone, një kajak, një stand-up, një diçka, dhe nuk kanë arrit ta bëjmë vetë atë gjë. Dhe ma kanë bërë dhurat mu, kajakun, një shok nga Çekia, jeton Çeki, se Çekia është vendi një në Europë për gomone, për rafting, për këtë gjëna. Unë isha në lumë me këto gomonet, me këto komordar, dhe ai më tha, mu pajtim ta do të sjellë 5 kajak, tha. Mi solli 5 kajak dhurat. Kur kam hip në atë kajakun aty me lopata, me ata gjënat, thash, o zot, qa kemi ne këtu në Dibrë, Allah nuk e dim. Edhe Dibranët vetë nuk e njohin Dibrën se qa kemi aty. Kemi atë lumin e mrekullueshëm, kemi zonën e Rreçit poshtë deri në fshatin Skavic, atje o zot, atje ka ujvara, ka shpella, ka mozaike të vjetër, është nuk e di çfarë më është një perlë dhe pak veta kam vizituar. Me thonë vetëm është shumë e bukur, është shumë e bukur. Dalemi te rubrika. A ka njerëz që duken shumë trima në fillim, por pastaj ndryshojnë rrugës? Ka që bën si trima, edhe pastaj me motorin e borës për shemb, me motorin e borës e marrin motorin e borës sigur. Unë di të ecim motor borë, mi po ai motori i borës nuk ka lidhje me këta motore që ecin këte, ajo është tjetër gjë, histori tjetër është ajo. Aty në moment unë e bile ka një që janë shumë mirë me motora dhe kur hipin aty ngecin. Kush është më i vështirë? Një fillestar që do jetë si puna ime për shembull, apo ai që mendon se di gjithçka? Edhe nuk di, domethënë. Me thonë ka njerëz që kanë ardhur si fillestar aty, më pam e kanë kap, e kanë thith direkt gjën.
Ato që janë si fillestar vinë aty e të dëgjojnë me vëmendje, kurse ato që bëjnë sigur din ata nuk dëgjojnë, vetëm thon po, edhe nuk dëgjon Nuk asnjëri. dëgjojnë. Prap bën kokën e vet. Mi po mirë të më dëgjojnë, sepse kur flas nuk flas kot. Po patjetër profesionist, pra edhe unë do vi kështu si fillestare, se ndoshta mund të Po ti do dëgjosh, sigurisht që do dëgjosh, nuk do shkosh. Gjithmonë do dëgjoj. A ke bërë ndonjëherë sikur gjithçka është në rregull ndërkohë që brenda teje ishte okay, ka një problem këtu, gjithçka nuk po shkon kur je me grupe turistësh, sepse ti kryesisht nuk je vetëm me shqiptarë, me shumë tuaj. Po, edhe me të huaj. Si kam pas ata problem? Mund të kem pas ata problem gabimisht, unë kam menduar se për shembull kam pas 15 persona në gomone, i kam menduar se kam marr 15 lopatat, 15 leqet, 15 skafantat, dhe kur kam ikë atje më kam mungu. Dhe aty në atë moment kur e kam pa, ata nuk e kanë di, unë jam në siklet. Sepse normalisht do t'i veshin ata gjëra. Patjetër, si e ke mbuluar këtë situatë? Po shishi zoti ishte i gos, nuk kishte qenë me veshje lekun, tha jo, tha do të dalë kështu, tha, se për ndryshe do të ikisha ta mesha edhe një herë, gjysore anë, gjysore këti, edhe ajo do ishte, ose do bësha një telefonat nga shokët e mi që jemi, do bësha një telefonat dhe thosha, ma sjell shpejt je lekun, skafandën, mi sjell këtu, se nuk ecim dot pa ato. Këto ishin pyetje që unë kisha zgjedhur, faleminderit shumë për përgjigjet e sinqerta dhe unë dua të bëj një pyetje të fundit se ku mund të dëgjejnë miqtë tan, ata që kanë dëshirë për të përjetuar këto aventura. Unë tani po hapi website-in tim, po përgatis për hiking, për off-road, për fluturime paragliding, për aktivitetet e mia që bëj, për motorbore, për skia, po hapi website-in tim, po momentalisht më kanë gjetë nëpërmjet numrit telefonit ose nëpërmjet emrit në Instagram Pajtim Vraniqi. Pra nëse shkruajnë në Instagram ti i kthen përgjigje të gjithëve. Direkt. Kështu që E përdori shumë Instagramin. Patjetër, kështu që edhe unë do të kontaktoj shumë shpejt. Pajtim, shumë faleminderit që shumë kënaqësi që ndave këtë histori kaq të bukur me ne. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësia ime. Faleminderit shumë. Ndoshta nuk kemi nevojë të shkojmë shumë larg për të gjetur bukurinë. Ndonjëherë mjafton të hapim sytë dhe të zbulojmë këtu në vendin tonë. Historia e sotme na kujtoi që pasioni mund të kthehet në mision dhe njeriu vetëm mund të bëjë zëri një zone të tërë. Dibra nuk është thjesht një destinacion, është një përvojë që pret të zbulohet. Faleminderit shumë që ishit me ne sonte, do shihemi në episodin e radhës. Natën e mirë.